Të nderuar pjesëmarrës, mirëdita dhe mirë se keni ardhur në ceremoninë e çeljes së javës globale të paras për vitin 2026. Të nderuar pjesëmarrës, është një kënaqësi që të hapim sot javën globale të paras. Ky është një aktivitet që Banka e Shqipërisë organizon çdo vit me të rinjt e shkollave 8-vjeçare të mesme, por dhe universitetet, në funksion të objektivave tonë kryesor si bankë qendrore, që është edukimi financiar dhe përfshirja financiare. Këtë vit, sikurse u përmend, slogani që ne kemi zgjedhur si Bankë Qendrore është flasim zgjuar për paran 100 vjet monedhë kombëtare. Sikurse kemi theksuar çdo vit, edukimi financiar është një element shumë i rëndësishëm në kuadrin e edukimit të përgjithshëm të popullatës, pasi ka të bëjë me mirëqenien e popullatës, me mirëqenien e shoqërisë. Sikurse është vlerësuar dhe studiuar nga institucionet ndërkombëtare si Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe të tjera, pjesëmarrja dhe puna me institucionet financiare, me bankat, formalizimi ndikon në zbutjen e pabarazisë shoqërore, ndikon në rritjen e mirëqenies ekonomike. Në këtë kuadër të javës së paras, ndërsa ne flasim për kursimet, flasim për vlerën e investimeve, të njohim të ardhurat dhe shpenzimet, sot nuk mjafton vetëm kaq. Sot, kur teknologjia i ka dhënë kaq shumë mundësi ekonomisë të përmirësohet, të ndryshojë, të zhvillohet, dhe kur sektori bankar gati është në një model krejtëri, pagesat janë vetëm një klik larg. Aplikacione të shumta financiare vinë në ndihmë që nga hapja e llogarisë, nga nënshkrimi elektronik e plot risi të tjera, sigurisht që të gjitha këto njohuri shoqërohen edhe me një kërkesë tjetër shumë domethënëse. Mbrojtjen, sigurinë, luftën kundër mashtruesve dhe krimit kibernetik. Ne deri tani me metoda tradicionale e mësuar që një portofol ku mbajmë paratë dhe mund të na humbas dhe mund të na i vjedhin. Por nëse në llogarinë tonë në online, në digital, vendosim të ndajmë passwordin tonë, të lëm hapur në ambiente që nuk janë të sigurta, atëherë llogaria jon fluturon. Ndërsa një pagesë është vetëm një klik larg, po kaq larg janë edhe mashtruesit. Një klik janë që të futen në llogarinë tonë dhe të marrin paratë dhe të luajnë për hesab të tyre me paratë tona. Të nderuar zoti guvernator, të nderuar përfaqësues të Bankës së Shqipërisë, përfaqësues të Shoqatës Shqiptare të Bankave, përfaqësues të institucioneve partnere, mësues, të nderuar nxënës dhe të rinj. Kam kënaqësinë t'ju përshëndes në kuadër të aktiviteteve të javës globale të paras 2026, një nismë e rëndësishme ndërkombëtare që synon të forcojë edukimin financiar të fëmijëve por dhe të rinjve. Kjo javë përbën një mundësi të vyer për të reflektuar mbi rëndësinë që ka njohja dhe menaxhimi i financave personale në jetën e çdo qytetari. Motoja e këtij viti, flasim zgjuar për paran, na kujton se edukimi financiar nuk është vetëm një aftësi teknike, por dhe një kulturë që duhet të ndërtohet që në moshë të hershme. Dhe shkolla këtu ka një rol thelbësor në këtë proces, duke i pajisur nxënësit me njohuri dhe aftësi që i ndihmojnë të marrin vendime të informuara për të ardhmen e tyre.
përfaqësues të shkollës Vasil Shanto, jemi në klasën e 4A të kësaj shkolle. Jemi shumë falenderues Bankës Shqiptare për këtë mundësi që na dha për të realizuar këtë projekt kaq të bukur, ku fëmijët përveç se kuptuan bukur të flasin zgjuar për paran, por dhanë dhe mesazhe shumë të bukura për menaxhimin e paras, gjithashtu edhe për të përdorur mençur paran. Ne morëm pjesë në projektin në konkursin 100 vjet monedhë kombëtare, ku fëmijët shfaqen talentet e tyre mbi këtë konkurs projekt. Përshëndetje, unë jam Glelia Bardhi, 18 vjeç, viti 4 në shkollën profesionale Beqirçela dhe kam fituar vendin e dytë për videon më të mirë në konkursin Flasim zgjuar për paran. Ky çmim më erdhi shumë papritma sepse unë e dorëzova videon, por nuk prisa që të fitoja me të vërtet. Ishte një surprizë e paharrueshme. Shumë faleminderit për Bankën e Shqipërisë edhe partnerët e tyre që na e mundsojnë këtë. Edhe do ju rekomandoja edhe shoqeve të mia 100%. Unë jam Flavio Milkurti, studio në gjimnazin Pjetër Budi Burrell. Nga këtë konkurs u motivuam nga idetë e reja që kemi ne për të sjell për një temë shumë të rëndësishme siç është paraja. Morëm pjesë me një video shumë të bukur të organizuar nga 5 nxënës të klasës tonë. Mendojmë që vitin tjetër të dalim edhe më mirë. Unë jam Siris Baraktari, vi nga Shkolla Kongresi Manastirit, klasa e 8. Mora pjesë në aktivitetin fotomontazhi më i mirë, fitova dhe më pëlqen shumë kjo aktivitet, do marr pjesë edhe në herët e tjera. Unë jam Arbias Gorezi, vi nga Shkolla San Prishtina, klasa e 3D. Në kartë monedhën time imagjinare kam vizatuar Qeleshen dhe disa gjëra të tjera, si për shembull Kalan e Rozafës, hartën e qytetit, numër 100 që kam vizituar me thjerza, kam vizatuar për krenaren e Skënderbeut, heroi ton kombëtar shqiptar, dhe 2 firmat e drejtorëve. Krenari dhe Privilegj jemi pjesë e javës globale të paras, të organizuar nga Banka e Shqipërisë në kuadër të 100 vjetorit të monedhës kombëtare. Ne si shkollë jemi angazhuar çdo vit në konkurset organizuara nga Banka e Shqipërisë në kuadër të ndërgjegjësimit të nxënësve për edukimin financiar dhe marrëdhëniet që ata duhet të kenë me paranë në konkurset ndryshme që janë organizuar. Është disa të vit që marrim pjesë dhe këtë vit kemi fituar vendin e parë dhe vendin e tretë. Sigurisht ka qenë një sfidë, por ka qenë një entuziazëm në sytë e fëmijëve mbi mënyrën se si ata e konceptonin paranë dhe se si ata të bëheshin pjesë e një konkursi të tillë në nivel kombëtar. Ndihem me fat që bashkë me mësuese Rozvanën kemi udhëhequr grupet që kanë marrë pjesë në konkurs, duke u prekur nga afër çdo qelizë e shkollës tonë dhe çdo nxënës në edukimin financiar dhe paran. Faleminderit që teorinë e ktheni në praktik dhe nxënësit të vinin në sfida të tilla, të cilat saç kanë emocionin e bukur, kanë edhe riskun, por kanë edhe gëzimin e suksesit nga pas. Duke ndjekur edhe ato rekomandimet të OECD-s, të rritet të saj për edukimin financiar, edukimi financiar do të fillojë që në vegjëli. Ne në Bankën e Shqipërisë kemi shumë vite tashmë që i drejtohemi fëmijëve dhe të rinjve, jo vetëm gjatë fushatës së javës së paras, por edhe gjatë viteve të tjera, pra edhe gjatë gjithë vitit, le të themi. Banka e Shqipërisë ka pas një strategji që ka nisur në vitin 2018 dhe ka përfunduar në vitin 2021 mbi rritjen e kulturës për pagesa digjitale. Dhe objektivi është arritur, pra numri këtyre pagesave është rritur ndër vite dhe për vitin 2025 objektivi i kësaj strategjie është e kaluar. Kur flasim për edukimin financiar, ne në fakt nuk kemi në qendër paran, ne kemi në qendër individin, publikun shqiptar, se si mund të përfitoj nga ky edukim, jo se si mund të përfitoj paraja. Ky është fokusi i Bankës së Shqipërisë. Dhe çfarë vëmë re? Vëmë re për shembull ajo që përmendëm më parë. Edhe në moshat e treta, përfshirja ose penetrimi i teknologjisë së re, internetit, teknologjisë digjitale, është përqafuar, të themi, po të shikosh edhe mosha e tretë komunikon shumë mirë me këto aplikacionet e reja të komunikimit. Gjithsecili nga ne, edhe me ato buxhet të vogël që kanë fëmijët apo gjimnazistët që ju jepet nga prindrit, gjithmonë është ky rregulli 50-30-20. Në përgjithësi në një familje, le të themi kur menaxhohet buxheti, 50% shkon për nevojat bazë, ushqim, jetesë që janë të domosdoshme dhe le të themi deri diku janë të panegociueshme. 30%
shkojnë për ato që në një farë mënyre mund t'i quanim dëshira dhe që na ndihmojnë për të jetuar jetën, ndërsa 20% duhet jetë gjithmonë pjesë e kursimit. Ndërgjegjësimi duhet gjithmonë, mirë po ajo që ne synojmë është që t'i edukojmë fëmijët dhe të rinjt, jo vetëm se si të fitojnë para, si t'i menaxhojnë ato me kujdes, por edhe si të mbrohen nga mashtrimet. Duke qenë se financat po kalojnë gjithmonë më shumë drejt digitalizimit, ka dhe riskë që të reja të panjohura më parë. Kështu që përpiqemi dhe i mshojmë fort kësaj pjesës së mbrojtjes nga mashtrimet financiare.